Po tash siç kanë thënë disa njerëz shumë para nesh e shumë më të mençur se ne, në qoftë se askush nuk të akuzon për asgjë, atëherë nuk ke qëndruar për asgjë. Më lejoni t'ju kthej pak në perspektivë. Në vitin 2021, kur partia në pushtet që kishte më shumë se 50% të votave, dhe disa të tjera të vogla që ishin në koalicion me të, kërkonin që unë ta shtyja datën e zgjedhjeve lokale, dhe kishim një opozit shumë më të vogël se sa kjo që është sot, unë vendosa në favor të kërkesës së opozitës që mos të shtyhej data e zgjedhjeve lokale. Sa atë që kisha të drejtën kushtetuese ta bëja një gjë të tillë, për shkak të shumë rrethanave që ishin prezantuar atëherë. Edhe pse zgjodha datën e favorshme për opozitën, prap u akuzova se po konsultohem dhe po koordinohem dhe po ja bëj qefin Kurtit. Ka 10 raste, për gjatë këtyre 5 viteve që jam presidente, kur përkundër faktit që kam dalur me qëndrime krejtësisht të kundërta me ato të qeverisë së Republikës së Kosovës, përsëri nuk i ka rënë tamën, përsëri janë ankuar, përsëri kanë akuzuar. Kështu që, siç po e shihni, përkundër këtyre akuzave 5 vjeçare e shumë të tjerave që do të vinë edhe sonte edhe nesër edhe pas nesër, unë qëndroj dhe do të qëndroj edhe shumë gjatë, duke mbrojtur interesin e Republikës së Kosovës dhe të qytetarëve të Republikës së Kosovës. Ata që akuzojnë, pa lexuar, pa analizuar dhe pa menduar gjatë, është mirë të mendojnë që edhe pas këtyre zgjedhjeve do të vinë këtu tek unë për ta kërkuar mandatin. Kushdo që e fiton. Është mirë që gjuha që përdoret në politikë të jetë brenda suazave të normales. Unë i kuptoj kritikat, i kuptoj qëndrimet e ndryshme të partive politike, por detyra ime si presidente është të sigurohem që kemi një datë kur zgjedhjet mund të organizohen. Po ashtu mos harroni një gjë. Cili do president i përgjegjshëm do ta kishte zgjedhur një datë kur parashihet pjesëmarrje më e madhe, jo pjesëmarrje më e vogël. Këtë e kërkon demokracia. Nuk kërkon që të zgjidhen data kur kemi pjesëmarrje më të vogël. Nuk kërkon që të zgjidhen data kur kemi probleme në organizimin e tyre. Nuk kërkon që të zgjidhen data që bëjnë të pamundur realizimin praktik dhe të rregullt të zgjedhjeve. Një president i përgjegjshëm zgjedh datën më të mirë, pavarësisht dëshirave që mund të shprehen në publik. Kështu që akuzat vazhdojnë, ne vazhdojmë punën tonë në interes të Kosovës. Sa i përket Glauco Njuftës, ditën kur është kërkuar mandati, unë kam pasur, siç e dini, para sa të flas me ju, një takim me të, ai më ka informuar qartë se me kë është duke biseduar, edhe unë e kam thënë publikisht që fjala është për deputet individual, ai ka qenë vetëm pak vota larg krijimit të qeverisë dhe kushtetuta kërkon që t'i japet mandati atij ose asaj që i ka gjasat dhe jo garancat. Pra dikush që vjen deri te 56 vota dhe që tregon qartë se me kënd është duke biseduar për të arritur 61-shin, i ka gjasat. Më tregoni ju kush ka qenë kandidati tjetër me gjasa më të mëdha. Kushtetuta është e qartë për të gjithë ata që e lexojnë drejt dhe pa ngjyrime të urrëties. Ajo kushtetutë kërkon që pas mandatarit të parë të ketë mandatar të dytë. Dhe këtë unë kam bërë, kam respektuar kushtetutën, pavarësisht akuzave që vijnë, shkojnë, le të vazhdojnë, nuk ka problem. Paralajmërim që do të jem duke kontribuar për shtetin tim, cili do të jetë pozicioni politik, atë do ta caktojnë qytetarët e Republikës së Kosovës. A keni vendosur apo ende? Ta shohim cila do të jetë përbërja e kuvendit të ardhshëm pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit, ajo besoj qartëson gjithçka, por po e përmend do të jem duke shërbyer në institucionet publike të Republikës së Kosovës, duke shërbyer aty ku besoj mund të ndihmoj vendit tim më së miri. Dhe këtë do ta përcaktojnë qytetarët edhe një herë. Jo, nuk kemi diskutime, sepse këto diskutime, siç e kam thënë edhe më herët, do të fillojnë vetëm pasi ta kemi një kuvend të ri të konstituar pas zgjedhjeve të datës 28 dhjetor dhe pasi ta kemi qeverinë e re. Vetëm atëherë kanë kuptim në fakt diskutimet për pozicionin e institucionit të presidencës, sepse tani për tani unë nuk e shoh të mundshme që kushdo me këdo të diskutoj, të merret vesh, sepse numrat në kuvend janë të paparashikueshëm. Ato janë çështje e vullnetit të
qytetarëve të Republikës së Kosovës. Dhe cila ishte çështja tjetër? Për sfidat, po, sa i përket datës 28 dhjetor, dëgjoni, sa i përket vëzhgimit të ndërkombëtar, mundësia është edhe më e vogël për datën 21 dhjetor. Meqense unë jam institucioni që gjithnjë i dërgoj kërkesë Bashkimit Evropian, më konkretisht Parlamentit Evropian, për të dërguar delegacione, ata asnjëherë nuk kanë pasur mundësi që kur kemi zgjedhje të shkurta, në afat të shkurtër, të dërgojnë ekipe monitoruese të stilit çfarë na duhen neve. Madje edhe kur ka pasur më shumë se 30 ditë, kur i kemi pasur 40 të plota, ka qenë shumë sfiduese. Pra kushdo që mendon që me datën 21 dhjetor, neve brenda 30 ditësh do të na vinin monitoruesit, e ka shumë gabim. Ne jemi në komunikim me Parlamentin Evropian, do të dërgojmë kërkesa, mirë po unë kam biseduar edhe me ambasadorët individual të shumë prej ambasadave, jo të gjithë ende, sepse tash do të fillon procedura. Ne nuk donim ta paragjykonim rezultatin e djeshëm të seancës, prandaj edhe nuk mund të fillonim gjitha këto sot. Ambasadat këtu do të jenë, nëse nuk është një ambasador, janë zëvendës ambasadorët, ato nuk mbesin të zbrazura. Shpresoj shumë që do të kemi edhe angazhim të shoqërisë civile për datën e zgjedhjeve, në veçanti sa i përket monitorimit në veri. Siç e dini, në disa palë zgjedhjet e fundit nuk ka pas asnjë problem, asnjë keqpërdorim. Dhe të gjitha partitë politike i kanë aty vëzhguesit e vet, komisionerët e vet, ata nuk shkojnë askund. Po ashtu mos harrojmë edhe data 28 është ditë pune, ne qyshat natë do t'i dimë rezultatet preliminare për partitë politike në kontekstin e kush sa vota i ka marrë dhe kush çfarë përqindje ka. Pastaj janë procedurat e ankesave, data 1 dhe 2, mirë po deri të 1 dhe 2 janari janë 3-4 ditë, por edhe për ato ditë njësoj siç punojmë të gjithë ne, edhe ju si gazetar punoni edhe festave shpeshherë, siç e dim, jam e bindur që edhe personat që numrojnë, ka rregulla sipas të cilave kur janë staf esencial duhet patjetër që të punojnë. Nuk më është shprehur si shqetësim nga ana e AKQ-s çështja e numrimit në data të tilla në asnjë moment. Ata që punësohen për të numruar, numrojnë pavarësisht se cila është data. Mirë po është me rëndësi që t'ju japim kohë që të përgatiten si duhet. Mos harroni që sikur mos të respektoheshin afatet për qytetarët tanë që janë jashtë vendit. Ata kanë të drejtë kushtetuese të barabartë, mërgata jonë, që të votojnë njësoj sikurse qytetarët, sipas ligjit për zgjedhjet e përgjithshme të miratuara nga po këto parti, të gjitha bashkë në vitin 2023. Dhe ata duhet ta kenë të drejtën e garantuar me kushtetut për të votuar. Dhe nëse për shkak të afateve atyre u mohohet, atëherë kjo e bën tërë procesin të kontestueshëm nga aspekti kushtetues, kur i mohohet një grupi qytetarëve për të mos votuar. Prandaj është shumë me rëndësi që këto afate të zinën, ashtu siç parashet ligji, sepse parashet edhe minimumin e afateve. Prandaj është me rëndësi që brenda këtyre dy datave të zgjedhet njëra që jap KQZ-s më së shumti mundësi me i eliminu mundësitë dhe pastaj shpresoj që nuk ka shumë procedura të ankesave dhe kemi certifikim sa më parë. Sa i përket çështjes së pushimeve, unë për atë sa e di unë më shumë njerëzit rinë në shtëpi për këto festat e vitit të ri, se sa që dalin jashtë vendit. Mirë po ne nuk kemi shifra të tilla nga asnjë institucion. Më shumë kemi ardhje se sa shkuarje. Dhe tash nëse flasim për liberalizim të vizave, edhe data 21 dhjetor është vikend, kështu që edhe atë datë ka pas mundësi. Por si që tash, më shumë ka mundësi që të kemi pjesëmarrje më të lartë të gjithë qytetarëve me të drejtë vote, me datën 28 dhjetor, edhe pse kjo s'është e garantuar, sepse ne nuk mund të paragjykojmë se sa qytetarë do të dalin, sa do të abstenojnë, sa do të shfrytëzojnë këtë drejtë. Ju e keni pa, nga njerë kemi dalje më të lartë, nga njerë kemi pak më të ullët, kjo është çështja e vullnetit të tyre të lirë, pra këto për momentin janë kryesisht paragjykime, mirë po nuk mund ta eliminoj një datë veç pse vjen mërgata. Sepse ata e para kanë të drejtën kushtetuese e ligjore të marrin pjesë në votim dhe e dyta kontribojnë edhe në zhvillimin ekonomik të Republikës së Kosovës, edhe në ecjen tonë përpara. Mos flasim për kontributin historik, kështu që si presidente asnjëherë nuk do doja që t'ua mohoja këtë drejtë nëse ata dëshirojnë ta shfrytëzojnë. Por shumica dërmuese këtu janë qytetarë që jetojnë çdo ditë në Kosovë. Ata janë shumica dërmuese që votojnë në Kosovë. Sa i përket vonesave shtesë, në fund të fundit për proceset që do të vinë pas zgjedhjeve të dhjetorit. Me vetë faktin që zgjedhjet mbahen në dhjetor, cila do që do të ishte data e dhjetorit, ne do të shkojmë deri diku në fund të shkurtit me procedurat konstituimit. Shpresa ime vetme është që meqense ka një mundësi që të shfrytëzohet
buxheti për janar dhe shkurt, që s'paku mos të kemi vonesa për te i shkurtit, që në fund të shkurtit mos e largu kuvendit të miratoj buxhetin e ri dhe mos të mbeten qytetarët tonë pa paga, mos të mbeten spitalet tona pa barna, mos të mbeten të gjitha institucionet funksionale. Shteti nuk ka të drejtë ta bëj asnjë pagesë në ato momente. Rrjedhimisht është me rëndësi, por përderisa zgjedhjet mbahen në dhjetor dhe ky ka qenë vullnet i partive politike, unë kam shpresuar që mos ta bëjnë. Rrjedhimisht edhe çështja e mandatarit të dytë, për të cilin se harrova ta them më herët, kur nuk kam deklaruar që më ka dhënë garanca. Përkundrazi, jam përgjigjur në njërin prej pyetjeve, a keni garanca? Kam thënë, nuk kërkohen garanca me kushtetutën, kërkohen gjasa. Pra ky është dallim shumë i madh, edhe kushtetues edhe ligjor, dhe kushtetuta thotë pas mandatarit të dytë, në qoftë të parë, nëse dështon kemi mandatarin e dytë, kam respektuar kustetutën ashtu siç do duhej të bënte një president, dhe dëgjoni, e kanë vonuar krejt këtë proces 9 muaj, mos të ankohen shumë për 2 javë që presidentja e ka respektuar kushtetutën. I kanë zgjedhjet në dhjetor, le të dalin të gjithë paraqytetarëve të Republikës së Kosovës, i kemi qytetarët e mençur, gjithnjë din të marrin vendime të mençura, e din ku ta hedhin fajin, ku ta bëjnë vlerësimin, unë kam besim të plot në ta. Urna? Me 28 dhjetor vota vendoset. Ju them sinqerisht, me qenë se kam qenë në takim deri vonë dhe pas takimit me parti politike kam pasur edhe takime të tjera, më duhet fillimisht i marr të gjitha detajet e këtyre zhvillimeve dhe pastaj do të kem mundësi që të prononcohem lidhur me këtë çështje. Shpresoj mirë kuptim, por pasi të njoftohem për detaje do të kem mundësi të flas me ju. Nuk e di për cilën mos ftesë keni fjalën, po megjithatë është e parëndësishme ajo çështje tani më, sa i përket mandatit të dytë, siç e dini nuk mjafton interesimi, se ka shumë njerëz që janë të interesuar në Kosovë të bëhen president. Duhet të bëhen votat. Dhe kjo nuk nënkupton vetëm 61 vota për, por nënkupton edhe 80 vota në kuti, dhe kjo do të mvaret tërësisht edhe nga përbërja e kuvendit të ardhshëm. Unë nuk mund për momentin t'ju jap një përgjigje fikse, sepse do të pres rezultatet e kuvendit të dalë nga zgjedhjet e 28 dhjetorit, dhe vetëm atëherë ne do ta shohim se cili është disponimi i partive politike, cili është interesi më i madh i Republikës Kosovës në atë moment. Rëndësishme është që unë do të mbese angazhuar në institucionet publike të Republikës së Kosovës, do të jap kontribut për aq sa mundem dhe do t'i kthehem qytetarëve. Le të jenë ata që vendosin për të ardhmen time politike. Ju kisha ju lutem. E gjejmë në rrugën përpara, nuk është tash momenti që ta bëj publike. Siç e dini, menjëherë pas kërkesës së sindikatës, unë i kam dërguar kërkesë të gjithë deputetëve të Republikës së Kosovës, sepse ka qenë komplet në vullnetin e tyre, që menjëherë ta formojnë komisionin për buxhet, e cila sipas analizave tona ligjore ka qenë mënyra e vetme dhe më e lehta në fakt, për të siguruar që buxheti për RTK-n të mund të shfrytëzohet. Fatkeqësisht ju e patë edhe dje, përkundër faktit që kjo kërkesë e imja u vendos në agjendën e seancës kuvendit të Kosovës, as nuk u trajtua për shkak të mungesës së kvorumit. Është për keqardhje, megjithatë janë çështje që janë vendime të kuvendit të Kosovës. Unë shpresoj që sa më parë të kemi një kuvend të ri, i cili në seancën e parë pas konstituimit do ta miratoj para dite konstituohet, pas dite menjëherë do ta miratoj edhe buxhetin e Republikës së Kosovës, edhe komisionet përkatëse në mënyrë që menjëherë të fillojnë pagesat për RTK-n, mirë po se çfarë qëndrime kam pasur secila prej partive politike, jo ato i keni publike, unë nuk kam nevojë që secilën prej tyre ta komentoj veç e veç, i dini qëndrimet e partive dhe mund të nxjerrni konkluzionin tuaj. Si presidente kam bërë gjithçka që ka qenë në mandatin tim, unë nuk jam kuvendi i Republikës së Kosovës, Kosova funksionon sipas kushtetutës bazuar në parimin e ndarjes së pushteteve. Dhe është detyrë e kuvendit dhe vetëm e kuvendit që të themeloj komisionet parlamentare. Dhe unë mendoj që për gjëra totalisht të parëndësishme ka dështuar edhe themelimi i komisioneve. Sepse ato komisione dhe ashtu kam pasur, si që patë, me qenë se nuk patë vullnet për qeveri, ta mbaj një mbledhje. Kështu që çfarë rëndësie ka kush është kryetar për një mbledhje. Përderisa kanë pas mundësi që ta kryejnë edhe punën e RTK-s, edhe marrëveshjen ndërkombëtare t'i kalojnë para se të shkojnë në seancë, edhe buxhetin apo zgjatjet buxhetore, sepse edhe zgjatjet buxhetore duhet të shkojnë me vendim të kuvendit.
nuk ka pasur vullnet politik, sa i përket asaj se çfarë qëndrime kanë partitë, ato e dini deklarohen secila për vete dhe mund ta shihni se ku secila ka qëndruar.